Përpjekja 22 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës dështoi edhe dje me 27 maj, pasi partitë opozitare nuk pranuan të marrin pjesë në votimin për krijimin e një komisioni ad hoc, të kërkuar nga lëvizja vetëvendosje për realizimin e votimit të fshehtë. Seanca u ndërprej dhe është paralajmëruar të vazhdojë me 29 maj në orën 11. Kryesuesi i seancës Avni Dehari kërkoi nga partitë opozitare PDK, LDK, AK, Nisma dhe Lista Serbe që të propozonin antarët e tyre për komisionin ad hoc, por ato refuzuan dhe nuk morën pjesë në votim. Nga 109 deputet të pranishëm, 54 votuan për, 1 ishte kundër dhe nuk pati abstenim. Kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se Kosova vazhdon të ketë një qeveri në detyrë, por se i nevojitet një kuvend i ri funksional. Ai theksoi se përgjegjësia për konstituimin e kuvendit u takon të gjithë deputetëve dhe se çështja e votimit të fshehtë tashmë është dërguar në gjykatën kushtetuese. Nga ana tjetër, përfaqësues të opozitës vazhduan kritikat ndaj lëvizjes vetëvendosje. Deputetja e PDK-s Vlora Qitaku tha se bllokada institucionale lidhet drejt për drejt me Albin Kurtin dhe Albulena Haxhiun. Ajo kërkoi reflektim dhe theksoi se qytetarët presin zgjidhje, jo përplasje politike. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku deklaroi se partia e tij ka ofruar alternativa për dalje nga situata, por sipas tij, vetëvendosje nuk po tregon vullnet për marrëveshje politike. Ai theksoi se LDK nuk ka çantë magjike dhe kërkoi dialog për zgjidhje. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj nuk komentoi deklaratat e fundit të Fatmir Limajt për koalicion të mundshëm me lëvizjen vetëvendosje, duke theksuar se janë ofruar 2 zgjidhje për tejkalimin e bllokadës: përkrahja e një kandidati të lëvizjes vetëvendosje dhe adresimi i çështjes në gjykatën kushtetuese. Ndërkohë, kreu i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj konfirmoi se partia e tij është e gatshme për partneritet brenda kuvendit, por jo për përfshirje në qeveri. Seanca e ardhshme konstituive e Kuvendit të Kosovës është saktuar me 29 maj në orën 11, ndërsa pritet që partitë politike të rikonsiderojnë qëndrimet e tyre për të dalë nga situata aktuale e bllokimit parlamentar.